Leon është as. Me lezu drejt. Nuk është i kushzum, nuk është se ekziston komunikimi, vetëmi do shta munges komunikimi për momentin LDK-ja ka me BB-n. Nuk ka as bashkëpunim partijak dhe bashkëpunimi institucional, si që thash, në Kuvend Republikës është bo një anshëm nga LDK-ja. Nuk është bo se bashkëpunim qënë kur dy palë të ulen me bo të shka. Tash, sa qutaj bashkëpunim veprimi jo një anshëm Kuvend është diçka tjetër. Sa është ledzu bashkëpunim është diçka tjetër, por ne kemi vepru në këtë rafsh për qëllime politike më të mëdha. Por edhe tash jemi në pozicionin e njëjtë pak a shumë. As nuk jemi në asnjë mënyrë jojën tonë karshi ndërtimit të ekzekutivit me BB-n e kemi botë qartë. Në anën tjetër, raportin me partinë e dytë dhe partitë tjera që në Kuvend të Republikës, AKJ-nisma, partitë e grupeve të vogla, të pakitave nacionale, pakitave etnike, janë aty, ne kemi bashkëpunim, komunikim, për atë sa ka nevoj këj proces zgjedhor. Por në shpinë me bajt kërkon ma jo. LDK-ja, këto 25 vjet i ka bajt gjitha partitë politike në shpinë, definitivisht. Edhe ka dale para e ka dhënë tretit, edhe ka dale dyta u bo kryeminist, e ka morë qeverinë, e ka udheq, edhe gjdo formul politike që ka ekzistu në Kosovë, LDK-ja e ka kapitalizu në interes të Kosovës, në interes të agjendave të Kosovës, shumë ma pak në interes të vetin, heq një moment do të toja vitit 2015. Që ne kemi shka këtu. Fundi, ja këto zyre që përshëvim në këtu, pra mbesin zyre në për cilën kalen edhe kryeministri edhe kryetari i Republikës, seriosht, sepse ne kemi që atë rol. Pse nuk përshtrojmë në atë rol? Sepse ne nuk jemi arrogant politik. Ne nuk jemi ekskluziv kërkesat tonë politike, nuk shantazhojmë politikisht. Nuk është ndarja e pozicioneve kjo. As ndarja e pushtetit si çështje e cila mund ta pengon ndërtimin e ekzekutivit. Ma shumë është për LDK-n, jo ma shumë, po e vetmi arsye është ajo që është shumë parimore, është programi qeverisës. Dhe natyrisht këtë program qeverisë që ne afrojmë me njerën i cili ka udhëheq ndërtimin e programit. Ne nuk mund bëmi harrën politik, as në djath, as në të majt. Dëshirojmë politikisht me lëviz, duhe afru një program. Ai program ka subjektin politik, që LDK-ja, edhe ka kryetarin e LDK-s, edhe ka kryesin e LDK-s, ka udhëheqjen e saj, ka njerëz, kuadrat, profilat. Dhe gjithë e dinë që i pa LDK-n nuk ka mundësi, nuk po vlasin për stabilitet tash. Po vlasin për atë pjesën zbatuset politikave mrena qeverisë, kapacitetet njerëzore të tjerëve ju mungojnë. Nuk të ta quja kusht. Po vetëmja mundësi që LDK-ja me pa rolin e vetë, është programin ratë parë, jo kryeministri, është programi që ne e kemi ndërtu këto 4 vitet e fundit, veç anti 2 vitet e fundit të shpunu shumë. Dhe natyrisht atë program e ka udhëheq, ndërtimin e atij programit e ka udhëheq kryetari i LDK-s, i cili duhet udhëheq me qeveri. Por ka konstatu gjendjen me thonë drejtën, pak a shumë është aja që quhet jo mirëmbajtje, po është vlerësim i përbashkët i gjendjes në cilën jena dhe mos me leju më bo peng kjo Republikë, se nuk dëshirojmë dhe nuk presmi presion publik nga askush. Dhe nuk do donim që bashkëpunimi jonë politik, marrëdhënia jonë politike dhe roli jonë politik të kalon na për një formë të tillë të debateve. Ne nuk ndryshojmë parimisht në ata që kemi konfirmu para disa javësh. LDK-ja rolin e vetë as nuk e forcon, as nuk pranon me zbut për shkak të rezultatit zgjedhor nga askush. Doja që në këtë fazë mos me pas këso lloj qëndrimesh politike nga ata që me LDK-n kanë histori bashkëpunimi dhe me LDK-n dëshirojnë me ndërtu rrugë bashkëpunimi. Nuk doja, sepse fundja qëndrimin e tyre politike ne respektojmë, po nuk i falim ma. Ma shumë ka mundësi me hy, me mbet, me vonesat më të tjeshme, me kriza politike, se sa me qeveri të re. Po kjo nuk ka pa kufi. Po, kjo nuk ka pa kufi, nuk do dujme qenë pa kufi.
As nuk mundet me pas zgjedhje të përbashkëta lokale dhe parlamentare. Nuk mundet, sepse do të me pas konsensus për këtë punë. Nuk mundet me pas zgjedhje të dyfishta, nuk mundet mos cilë dash, sa herë dojnë na me nxjerr. Nuk ka Kosova komoditet financiar, nuk kemi mundësi, kapacitete financiare na me harxhu çdo 3-4 muaj miliona për zgjedhje. Edhe nuk ka nevojë me projektu kriza, Kosova projektojnë kriza, hala pa fillu. Tash flitet për presidentin. A do tjetë ajo pjesë e pakos, natyrisht që partitë politike që dëshirojnë stabilitet, mandat rregullt, duhet me i pasën marrëveshjet politikas zbardhuna, mos me leju bombat Kurdisë në mrena. E kjo, për shembull, për me pas këtë formulë në tavolinë, në bisedim me partitë politike, as kryetari i kuvendit nuk dihet kush ka me qenë. Sepse partia e parë që e merr të drejtën me udhëheq kuvendin, edhe ata mund ta negociojnë edhe këtë pozitë. Por mund ta nominojnë dikë tjetër, nëse mund ta nominojnë sipas marrëveshjes dikon tjetër, kështu që asnjë pozitë në Kosovë nuk është e mbyllur, janë të hapuna.